Një futbollist shqiptar ka qenë një nga emrat më të përmendur që në javën e parë të këtij sezoni në Major League Soccer dhe nuk bëhet fjalë për Myrtauzunin edhe pse sulmuesi kuqezi tundi rrjetën me Austin. Personazhi i kësaj fundjavë është 16 vjeçari Adri Mehmeti, i cili i ka mahnitur të gjithë duke luajtur si titullar me fanellën e New York Red Bulls në transfer ndaj Orlandos. I rreshtuar në mesfushën e New Yorkut nga minuta e parë, djaloshi i cili gjatë vitit 2025 u ftua për stërvitje dhe nga ekipi i Leipzigut, zhvilloi një ndeshje të jashtëzakonshme në mesfushë, duke ndërprer aksionet kundërshtare duke krijuar për skuadrën e tij një ekspert i vërtetë, edhe pse futbollisti më i ri në fushën e lojës. Qershi ambitor ishte asisti që dha për golin e shënuar nga Hall në minutën e 40 të ndeshjes, duke e treguar se rreshtimi si titullar për të nuk ishte rastësi me ekipin e tij që fitoi 2-1. Djaloshi shqiptar është një emër i cili njihet prej kohësh nga Federata Shqiptare e Futbollit, e cila e ka ftuar edhe në grumbullimet e saj me ekipin U15 në vitin 2023, por talenti i tij ra në sy edhe të përfaqësuesve të SBA-s, të cilët e bindën Mehmetin, i cili është i lindur përtej Atlantikut, që të vishte fanellën e përfaqësueses së saj. Tashmë mbetet të shihet nëse zgjedhja për të përfaqësuar SBA-n do të jetë përfundimtare apo ekziston ende mundësia që djaloshi të vesh përsëri fanellën kuqezi.